A janë sot shqiptarët më mirë apo më keq? 400.000 shqiptarë janë larguar. Sot shpopullimi masiv, emigrimi, që fatkeqësisht po ndodhe me shtresën e mesme ka një emër, se vjen prej këtij sistemi që nuk vlerëson e nuk promovon punën, po promovon hajdutërinë, prandaj ndodhemi këtu. Sistemin që mbështetet e promovohet ai që kryen korrupsion me kontrata koncesionare, ai që sot në administratën publike shkon e promovohet, merr tendera, merr leje ndërtimi, që kjo është një aferë korruptive jo vetëm në procedura, jo vetëm në një rritje të kostos që nga 90 milion shkoi në 430 milion euro, por është një aferë korruptive edhe në zbatimin e saj. Paguajnë çmime më të larta apo më të ulta. Dhe viti 2023 mbahet mend si ai vit ku rritja më e lartë e çmimeve i vlerësoi rrogat për herë të parë, pagat e administratës dhe pensionet i çoi në rënje reale. Marrin më shumë shërbime apo më pak shërbime. Mbasi për 12 vite e kanë taksuar çdo shqiptar më shumë, ndërkohë që 5% ka marrë favoret. Për këtë arsye mendoj se kjo betejë që ne fituam bashkë me profesionistë e lirë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sot skema e pensioneve siç e ka prezantuar vetë qeveria ka dështuar. Këtë zhvillim të madh ekonomik që sjell buxheti më i madh nuk po e ndjen askush. Nuk e ndjen bizneset, nuk e ndjen qytetarët, nuk e ndjen askush, përveç qeveritarëve sigurisht. Kriza ekonomike ka kapur shumë sektor. Njëri nga sektorët është sektori i fasonerisë. Në 2 programe buxhetore fondi për bujqësinë është ulur me pothuajse 20%. Çfarë produkte do të shesh Shqipëria në tregun evropian? Në qoftë të bujqësinë e ka mbytur, e ka zhdukur. A e dini se çfarë kanë buxhet për të ndihmuar bizneset shqiptare? Zero. Sepse kështu është qeveria shqiptare në fakt. E fortë me dobtin, e dobët me të fortën.